Fort lumturi. Sot është një ditë gëzimi për të gjithë ne klerikët dhe besimtarët orthodoks. Sot ne jemi mbledhur me shumë dashuri, mirënjohje dhe respekt për të kremtuar fronëzimin tuaj si krye bariun ton. Më lejoni që në emër të të gjithë klerikëve dhe besimtarëve të kryepiskopatës së shenjtë të Tiranës dhe Durrësit, t'ju shprehim urimet tona më të sinqerta për zgjedhjen tuaj si kryepiskop i Tiranës, Durrësit dhe të gjithë Shqipërisë. Zoti ju dhënd shëndet, jetë gjatësi, fuqi shpirtërore dhe urtësi, që të përmbushni përgjegjësinë e madhe që ju është besuar. Le të jetë fronëzimi juaj një dritë e re, një burim hiri për çdo shpirt që kërkon Zotin dhe një bekim i përjetshëm për Kishën Ortodokse Autokefale të Shqipërisë. I gjithë rrugëtimi i kryepiskopit ton të ri, të sapo zgjedhur Fort lumturi Joanit, që nga fillimi e deri më sot është një rrugëtim përkushtimi ndaj Krishtit dhe Kishës. Një rrugëtim ku ka mbizotëruar dashuria, përullësia, mirënjohja ndaj gjithë besimtarëve ortodoks. Të gjitha këto cilësi i ka shpalosur më së miri për 27 vjet rresht si drejtuesi Mitropolisë së Korçës, Pogradecit, Kolonjës, Devollit dhe Voskopojës. Si Mitropoliti i Korçës ka dhënë një kontribut të çmuar në restaurimin dhe ndërtimin e shumë kishave dhe manastireve, duke kthyer kështu jetën shpirtërore në këtë komunitet. Ka dhënë një kontribut të çmuar në përkthimin e shumë teksteve teologjik dhe është autori i tekstit të parë të dogmatikës në gjuhën shqipe. Si themeluesi dhe drejtuesi i revistës periodike Tempulli, ai ka kontribuar në përhapjen e njohurive teologjike dhe kulturore në komunitet. Roli i Fort lumturisë së tij, i Zoti Joanit, është vlerësuar jo vetëm në aspektin shoqëror, por edhe në atë humanitar. Me iniciativën e tij është hapur në Korçë një mens që prej 27 vjetësh që ndihmon çdo ditë njerëzit në nevojë. Fort lumturi Joani ka luajtur një rol të rëndësishëm në forcimin e bashkëjetesës dhe dialogut ndërfetar në Shqipëri, duke marrë pjesë në konferenca kombëtare dhe ndërkombëtare mbi teologjin, historin dhe filozofin. Për këto kontribute, ai është nderuar me tituj të spikatur në fushën e kulturës, arsimit dhe dialogut ndërfetar. Pikërisht këto arritje dhe përkushtimi i tij i palodhur kanë luajtur një rol kyç në ringjalljen e besimit dhe në përmirësimin e jetës shpirtërore dhe sociale, jo vetëm në Mitropolinë e Korçës, por edhe më gjerë. Në këtë ditë të shenjtë, zemrat tona kthehen me respekt drejt kujtimit të kryepiskopit ton të ndjer Anastasit, figura e të cilit do të mbetet një model frymëzimi për të gjithë ata që besojnë në vlerat e paqes, dashurisë dhe shërbimit ndaj njerëzve. Kryepiskopi i sapo zgjedhur Fort lumturi Joani ka qenë bashkëpunëtor i ngushtë i të ndjerit kryepiskop Anastas për 32 vjet rresht, duke kontribuar për krah tij në rimëkëmbjen e kishës së shkatëruar në Shqipëri. Kjo përvojë kaq e madhe e ka përgatitur Fort lumturinë për detyrën e re dhe sfidat që e presin në të ardhmen. Shprehim besimin dhe shpresën se në udhëheqjen e kryepiskopit të ri, Kisha Ortodokse Autokefale
e Shqipërisë do të vazhdoj të rritet dhe forcohet, duke ndjekur trashëgimnin e lënë nga kryepiskopi i Ndjer Anastasi dhe duke u përshtatur me nevojat e kishës son. Le të falenderojmë Perëndin e gjithë pushtetshëm, burim e çdo bikimi që na ka dhuruar këtë ditë të mrekullueshme dhe këtë udhëheqës të ri. Sot, të gjithë ne klerikët dhe besimtarët po shohim në këtë moment historik një shenjë të fuqishme të vazhdimësisë, shpresës dhe përkujdesjes hyjnore për popullin e Zotit. Prandaj, fort lumturi, ju siguroj se dashuria, respekti, bindja dhe mbështetja e plot e komunitetit të klerit dhe besimtarve në misionin tuaj të shenjtë nuk do të mungoj asnjëherë. Duke qenë të vendosur në unitet dhe në bashkëpunim me njëri tjetrin, do të arrijmë të përmbushim synimet tona të përbashkëta. Të lutemi të gjithë së bashku që Perëndia t'i jap kryepiskopit të ri të Tiranës, Durrësit dhe gjithë Shqipërisë, fort lumturisë së tij Joanit, forcën, urtësinë dhe hirin e nevojshëm për ta çuar përpara këtë mision të shenjtë. Për shumë vjet, o kryezot, për gjithmonë qofsh i denjë në krye të kishës ortodokse autoqefale të Shqipërisë. Lavdi Zotit për gjithçka. Një urim nga zemra jon del për fort lumturinë tonë, qofsh i denjë për gjithmonë në krye të kishës son. Nga klerikët e kryepiskopatës së shenjtë të Tiranës dhe Durrësit, fort lumturi, ju dhurojmë këtë bastun, i denjë.